Money Hour, është podcast i radhës i Fast News Economy. Unë jam Aurora Sulçe. Dhe unë jam Ergis Sefa dhe jemi tek One Connect Hub, kubi One tek Piramida. Falenderojmë kompaninë që na mundsoi realizimin e këtij podcasti. Për çfarë flasim sot, Ergis? Për luftën që mbaroi dhe për naftën që u rrit. Por një luftë që ka mbaruar, por nuk do të thotë që tani flem të qetë, flem mbi dafina, sepse konfliktet duket që janë sheshuar në dukje, por ama uji zjen në atë qetësinë. Kështu që nuk dihet kurse kur aktivizohen, edhe nuk dihet kurse çfarë ndodh pastaj me naftën, me euron, me të gjitha produktet e tjera që reflektohen në xhepat tanë. Dhe mbi gjitha edhe ne, si vend i vogël, nuk kemi imun ndaj lëvizjeve në tregjet globale, përkundrazi. Dhe për të shpjeguar se sa pak imun jemi. Pse jemi kaq të ekspozuar? Çfarë duhet të kishim bërë ne si qeveri, si shtet për të na mbrojtur dhe çfarë nuk është bërë, çfarë duhet bërë? Dhe kemi një mik, Toni, një nga ekspertët më të mirë për mua, sepse shpjegon atë ekonomik shumë me mollë me dardha dhe ky është sekreti. Sepse përgjithsisht njerëzit kanë frikë ekonomisë dhe nuk e kuptojnë, por kur shpjegon me mollë me dardha, dhe ky çuni që kemi sot në podcast e shpjegon me mollë me dardha, ai është Pano Soko. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta dhe urime për podcastin. Shumë interesant. Është shumë i këndshëm. Edhe jeni kombinim shumë i mirë të dy bashkë. Tani që po ju dëgjoj se kisha dëgjuar, do të thënë se kisha parë një kështu bashkë. Unë kisha parë ju dyve në emision. Ne kemi kombinime dyshe respektive. Edhe unë kisha parë ju dyve, respektive. Tani na pendesh dyve. Unë mbyll tre këngë sepse ne kemi pasur kombinime dyshe të gjitha palët përveç se ju tani u pash. Urime. Faleminderit. Shumë faleminderit ju që na erdha. Edhe që u bëre pjesë e podcastit, unë e thash, për mua një nga ekspertët më të mirë për mënyrën se si e përkthen ekonominë, sepse suksesi është aty. Të falenderoj. Pse jemi kaq të ekspozuar ne? Nga çdo gjë, nga çdo krizë. Jo vetëm nga kjo që ndodhi, por nga çdo gjë. Dhe sa ndodh diçka në botë, ata që merren me ekonomi i ka frika dhe thonë çfarë do të ndodhi. Ka një bazë për këtë. Po sepse shikoj, ne erdhëm nga një kulturë e cila kishte në themel të themi mendësisë politike t'ja dalim me forcat tona. Pra, në fund të viteve 70, kur ne u prishëm dhe me Kinën, atëherë partnerin më të madh ekonomik që kemi pasur, sepse duhet të thonë që Shqipëria ka pasur historikisht një babysitter ekonomik në historinë e vet. Pas viteve 70 ishte hera e parë që Shqipëria nuk kishte një partner të madh ekonomik dhe aty doli edhe të themi për të justifikuar gjithë të iniciativë politike, doli edhe teza që do të dalim me forcat tona. Natyrisht kjo do të thoshte që Shqipëria do të duhet të ishte autosuficiente për çfarëdo gjë. Kjo autokraci në vetvete, nëse nuk egzagerohet, nuk është e keqe. Çdo vend lufton që të sovranizohet sa më shumë pak nga pikpamja ekonomike. Dhe autosuficienca në vetvete është një filozofi që së fundmi ka zënë shumë vend edhe në diskutimin ekonomik botror. Shumë e quajnë sovranizëm, shumë e quajnë le të themi shkëputje nga globalizmi, etj. Ka emra të ndryshëm, por në fund fare është tentativa që ka çdo vend për të qenë sa më pak i varur në një botë gjithnjë më të pastabilizuar. Për të qenë më pak i varur nga fqinji, për të qenë më pak i varur nga partneri, për të qenë më pak i varur nga dikush që nuk është në zonën tënde të influencës politike. Nëse Gjermania për shembull sot zinxhirin e prodhimit të Volkswagenit e ka të shpërndar në gjithë botën për shkak të gjithë rrymës globaliste që vijoi rënien e komunizmit pas viteve 90, tashmë është kthyer përsëri në logjikën, shikoj që linjën e prodhimit po e marr të Volkswagenit ta fus në Gjermani. Ta fus brenda një zone gjeografike ku kemi influencë politike. Pra, jo në Kinë, jo në Azi, aty s'kemi influencë politike, aty s'na njeh njeri. Por ta sjellim diku afër dhe po të shikoni gjithë linjat e prodhimit kanë filluar dhe po vijnë gjithnjë më afër zonave të cilat kanë qenë si bariqendrat e politikës apo linjës politike apo devizës politike të vendit që përfaqëson atë. Ku jemi ne në këtë lëvizje të re? Çfarë ndodhi me ne? Ne pas gjithë asaj të dalim me forcat tona, ne papritur erdhëm kapitalizëm dhe menduam që çdo gjë që bëm atëherë ishte keq, do i prishur, edhe kjo do i prishur. Pra ne filluam u varësuam edhe psikologjikisht u varësuam totalisht nga jashtë. Pasi humbëm besimin te çdo gjë tona. Dhe kjo çfarë bëri?
si një filozofi politike, kjo synoi që çdo gjë që bëhej jashtë ishte e mirë dhe çdo gjë që bëhej këtu në Shqipëri ishte e keqe. Dhe njerëzit filluan të lëshonin llokma të tëra tregjesh për çfarë do gjë. Më thënë që nga prodhimi bujqësor, që nga prodhimi bлекtoral, lënda e parë që prodhohen në Shqipëri, hekuri që prodhohen në Shqipëri, dhe mendoni që ne humbëm edhe le të themi gjithë peshën tonë që kishim tek tregjet edhe më raw material siç është nafta apo kromi. Edhe ato filluan të eksportonin jashtë, më kupton? Pra çfarë duhet të them me këtë është që në filozofinë tonë filluam që të besonim më tepër tek gjërat që kishin të huaj se sa tek gjërat që kishim ne. Dhe kjo çfarë bëri? Kjo na bëri ne të varur totalisht nga prodhimi i huaj, dhe sot që flasim ne jemi komplet të ekspozuar për shkak të një filozofie të tillë, por sot pse jemi këtu është edhe për shkak të disa fenomeneve, të cilat kanë lidhje kryesisht me korrupsionin, kryesisht me deformimin që vjen për shkak të korrupsionit dhe për shkak të interesave të një grupi njerëzish, të cilët shpesh quhen të përditshëm e tyre oligark, por që në fund fare unë i quaj si klient të pushtetit. Nëse shikojmë Shqipërinë krahasimisht me vendet e tjera të rajonit, sepse pak a shumë të njëjtën fazë tranzicioni politik postkomunist kanë të gjithë vendet e rajonit të Ballkanit, ose pjesa më e madhe e tyre. Si jemi ne krahasimisht me to? Dhe mbi të gjitha, pyetja tjetër që besoj është më e rëndësishme, sa rezilient është ekonomia shqiptare kundrejt shokeve nga tregjet ndërkombëtare? Atëherë, duke nisur nga e dyta, ekonomia shqiptare është totalisht e zbuluar. Nuk arrin dot të absorboj asnjë val goditje që do të vinë nga tregjet ndërkombëtare. Për shkak se ne jemi të ekspozuar në prodhimin bujqësor, në burimin e energjisë, në materiale ndihmëse dhe materiale të para. Ne jemi katër këto janë komponentët kryesorë të cilat le të themi krijojnë atë strukturën autonomike të një vendi. Pra, një vend duhet të sigurojë bukën, energjinë, lëndët e para, lëndë ndihmëse. Në të katër këto komponentë në të katërt jemi të zbuluar. Komponenti i fundit i cili u dorëzua ishte energjia, ishte nafta, me prishjen e rafinerisë. Dhe për të kaluar te pyetja e parë pastaj, ne jemi të ekspozuar më shumë se sa vendet e rajonit. Vendet e rajonit janë më të mbrojtura të paktën dy komponente. Në ushqim, në ushqimin bazë, për flasim për drithrat, karbohidratet kryesisht, në ushqimin bazë dhe në energji. Pra, sot që flasim, edhe Kosova, edhe Maqedonia, edhe Serbia, naftën, dizelin dhe benzinën që ata përdoren, harin që ta sigurojnë vetë. Maqedonia pak më pak se sa këto dy tjerat, Maqedonia dhe Kosova, po Serbia sot është autosuficiente. Pse? Sepse ruajti rafinerit. Serbia krijon një stok nafte bruto, një rezervë sigurie nafte bruto, e cila i lejon asaj që të ketë mjaftueshëm ushqim për rafinerit e sa ta prodhojnë naftën, dizelin dhe benzinën në vend. Po si shpjegohet atëherë që ne kemi kaluar shumë kriza, një pjesë jo vetëm të brendshme, por edhe të jashtme. Kujtojmë që nga kriza financiare 2009-2010, kriza e borxhit sovran në Eurozon 2010-2012, vazhduan pastaj me pandeminë, vazhduan me luftën Rusi-Ukrainë që vijon akoma nga 2022-shi, tani ishte konflikti Izrael-Iran që u shua dhe nuk mori le të themi për masat dhe që mund të impaktonte, dhe gjithmonë i absorbojmë krizat. Ku gjejmë parat ne që absorbojmë? Shiko, në krizat financiare se duhen ndarë. Krizat janë ekonomike dhe financiare. Nga krizat financiare na ka ruajtur le të themi kjo prapambetje jon. Pra në krizën financiare 2008-s për shkak se tregjet financiare shqiptare atëherë nuk ishin integruara në tregjet ndërkombëtare. Pra ne kemi qenë më të izoluar, kemi qenë më të prapambetur nga pikpamja e zhvillimit financiar, edhe tregje financiare dhe të operatorëve financiarë që kishim. Pra tregu bankar shqiptar nuk ka qenë integruar në tregun europian apo tregun ndërkombëtar, ka qenë pak i integruar. Më kupton, dhe kjo shërbeu si një sistem imunitar i cili e mbrojti në 2008. Dhe kryesisht ne nga krizat financiare jemi mbrojtur. Na ka mbrojtur kjo primitiviteti, nëse mund ta quaj kështu toni. Në krizat ekonomike ne e kemi absorbuar 100% valin.
Dhe po të shikosh në të gjitha raportet qoftë në le themi inflacioni që pasoi post Covidin, nëse e keni parasysh, para plasjes së luftës në Ukrainë, filloi një periudhë inflacioniste e cila erdhi si pasojë e hapjes ekonomisë. Ne absorbuam të plot atë. Dhe post Covidi, dhe post lufta në Ukrainë, edhe atë ne absorbuam të plot në parametrat maksimal. Pra ne kishim nivelet e inflacionit më të larta. Po mbetemi, sërish ne arrin t'i përballojmë dhe njësoj të varfër, mbetemi pra duke ne flasim për krizat, po duket sikur njerëzit kanë të mësuar gjithë kohës me kriza dhe nuk e ndjen më. Nuk e din se po jap çfarë. Është vërtet kjo, sepse ne jemi mësuar me krizat. Pra le të themi që duke qenë se jetojmë në nivel varfërie dhe gjithmonë kemi gjetur forma, mënyra për të mbijetuar në varfëri, ky popull nuk e ka problem nëse ajo e keqja bëhet edhe pak më e keqe. Më kupton? Është kjo arsyeja. Nuk ulet në standard. Është kjo arsyeja pano se ti kandidove edhe në zgjedhjet e 11 majit. Dhe un kam një bindjen time. E kam si teori shumë ma kundërshtojnë që kur dikush është i varfër dhe është i pashpresë, kërkon ta ruajë atë status quo-n e vet, sepse ka frikë mos ja marrin dhe thesin e miellit. E kam gabim? Është ndoshta kjo një ndër arsyet që ne vazhdojmë votojmë atë që shumë e pranojnë si të keqe, por që vazhdojnë ta votojnë, të jetojnë me të, ta zgjedhin. Logjika e të keqes më të vogël po thua. Jo, po them që është një koncept tjetër, të kuptova. Shiko, ka një koncept që beta region paradox. Është paradoksi i zonës beta. Kush është zona beta është, po keni parasysh nëse ti je në një punë që nuk të pëlqen, të mërzit. Po nga që kanë zënë rehat aty edhe të paktën siguron atë bukën bazë, më kupton? Ti nuk lëviz. Apo nuk e di, qoftë edhe me një të dashur, shumë. Ti ke të dashur është lidhje toksike, ta nxjini jetën. Po ti ke të dashur, okay, ke të mbyllur mendjen nga ajo pikpamje, më kupton, dhe mbetesh aty dhe nuk merr atë guximin. Pse? Sepse gjithmonë gjendjet mos është si në mielli të dashur e përmendni. Po, domethënë gjendjet e zonës beta që quhen janë të tilla që për të shkëputur kërkon një përkeqësim. Pra, duhet të ikësh nga puna. Tek ajo rasti punës, duhet të ikësh nga puna, pra një ditë do mbetesh pa punë, që më pastaj të kërkosh atë punën e mirë që ty të duhet. Më kupton? Apo një ditë do mbetesh pa të dashur, që më pasë kërkosh atë të dashur. Pra ato që ti ndëron dhe ti mendon se duhet të jetë tëndje. E njëjta gjë dhe në sistemin politike. Pra do duhet që populli në një moment caktuar të bjerë nga kjo siguria gjumdjellse që t'i japi një klasë politike që i ke provuar që thua maksimumi të keqes t'u shkon. Pra këta nuk të çojnë dot më shumë se sa kaq keq. Më kupton? Nëse dua të provoj diçka tjetër, do të luaj me riskun që mund të shkojë më shumë keq se kaq. Pra e ke parasysh, pra do duhet ta marrë këtë psikologjikisht. Populli edhe për arsye të tjera, por edhe në konceptin e vet, nuk e ka këtë, domethënë populli shqiptar, paktën nuk e ka këtë sensin e të marrit me guxim të iniciativës për të dalë nga ky rajoni i paradoksit beta, më kupton? Dhe këtë ka provuar disa zgjedhje me radhë. Pra është populli më i vështirë për të prezantuar një gjë të re. Prandaj thashë, ndoshta është dhe kjo arsyeja që ne i absorbojmë krizat në këtë formë dhe duke na bëjmë përshtypje më, apo ndoshta është edhe një element, është edhe paraja informale, që na ka mbajtur pak në këmbë. Përshtatja. Pra përshtatja është e tillë që ne kemi arritur të gjejmë forma mbijetese edhe në rastet e krizave më të forta. Dhe natyrisht këtë kemi bërë duke përdorur, nëse do përdor ato termat, le të themi zhargonet e rrugës, duke bubruar, duke lëvizur, pra e ke parasysh janë këto, të cilat në vetvete i referojnë disa aktivitete jo shumë formale. Jo formale, në përgjithësi. Pra, diçka i lek i pistuj, lek i papastër aty, një gjë pa deklaruar aty, një gjë pa deklaruar këtu, jo po ca lek që vijnë nga jashtë, ato lekët janë. Pra, kemi gjetur forma se si të mbijetojmë për këtë gjë. Por kemi bërë gabim sepse çfarë duhet ndodhte është, nëse ne do donim të shikonim progresin afatgjat, duhet të reagonim me të përshtateshëm. Pra çfarë kanë bërë popujt e tjerë? Në rast të kriza, shikoni Greqi. Kur ndodhi kriza e 2011 në Greqi, kriza e borxheve, kur ata në Greqi ulën e pensionet atëherë, pra patën një masë reduktimi pensionet, populli nuk bubroi aty.
populli nuk u përshtat, jo po bëj një çiklek këtu, çiklek aty, jo po një informalitet i vogël aty, një informalitet i vogël aty, jo. Populli u çua dhe ka djegur Athinën për 5 vjet rresh nga çdo muaj sistematikisht. Për të dhënë një mesazh që ju nuk luani me ne. Dhe kështu politikanët grekë mësuan një herë mirë. Populli nuk e bën këtë. Ndoshta kjo është arsyeja duke kuptuar këtë psikologji dhe qeveria i lë të bubroj, domethënë lë informalitetin, lë pak evazion, bën një falje taksash, rrit taksat ose vendos taksa të larta atje ku paguan. Paqe. Jemi populli paqes. Nuk duam luftë. Është kjo arsyeja ndoshta? Kjo është tamam arsye. Pse? Sepse qeveria e kupton që, ose më saktë, kjo klasë politike ka kuptuar që në këtë standard demokracie, një popull mund ta mbash vetëm nëse mban të varfër dhe të varur. Çdo popull që ka ose gëzon demokracinë nuk është i varfër. Çdo vend demokratik sot është i pasur. Dhe pasuria e individit, një individ i pasur, është kushti bazë për një vend për të qenë demokratik. Shikoni demokracitë në Europë apo në botë. Kush janë vendet demokratike? Të gjitha vendet e pasura. Nuk ke vend të varfër që është demokraci. Pra një vend i varfër, me standard të ulët jetese, po flasim vend në zhvillim apo vend i pazhvilluar, që ka demokraci. Aty ka forma nga më ndryshme, hibride, autokracie, plutokracie, çfarë duash ti, por demokraci të pastër, ku ke? Ke në vendet që i kanë individ të pasur. Jo të gjitha vendet e pasura kanë demokraci, ama të gjitha vendet që janë demokraci, i kanë individet e pasur. Sepse mund të kesh vende që janë të pasur, siç mund të jetë Arabia Saudite apo nuk e di Dubai apo në disa vende të tjera, të cilat Brunei, nuk e di se çfarë, të cilat janë të pasur, por nuk janë demokraci, por ama të gjitha vendet që kanë demokraci, Austri, Zvicër, Australi, Kanada, nuk e di, Japoni, Korea e Jugut, të gjitha janë vende të pasur. Dhe është kushti bazë për demokraci. Pse? Sepse individi kur është i varfër, është i varur. Me barkun bosh, ti nuk ke mendje për demokraci, ke mendje se të mbushësh barkun. Dhe kjo është arsyeja sepse popullin tonë kjo klasë politike ka mbajtur gjithmonë të varfër. Sepse kështu ti e kontrollon më lehtë. Dhe si ja bëjmë për të ndryshuar këtë gjendje? Shiko, ne se të tjerët shumë është halli i tjerëve. Ne këtu, çfarë mund të bëjmë me hapat vegjël, sepse shumë njerëz thonë që janë shumë hapa të mëdhenj këto, janë shumë gjëra të mëdha për të lëvizur më mirë, por rinë në këtë gjentime të vogël. Pra ne do të dalim nga ajo beta, nga paradoksi i zonës beta. Si dalim me hapat vegjël, konkretisht? Nga paradoksi i zonës beta. Pra gjëja e parë fare është, unë e shoh problemin te konformizmi. Shikoni, ne jemi vetëm i vend ku vota matet me fituesin. Nuk të jap votën ty se nuk fiton. Ky ka qenë një ndër fjalit që kam dëgjuar më shpesh. Pra nuk ju jeni çuna të mirë, nuk diskutohet jeni kështu, por nuk fitoni. Dhe prandaj s'ja votën. Prandaj s'ja votën. Ndërkohë që arsyeja pse ti s'e fiton sa i s'e votën. Pra, e gjitha është ka një lapsus logjik e gjitha, mënyra se si e konceptojmë ne. Pra nuk e shikojmë alternativën që kemi në dorë, zgjedhjen që kemi në dorë, si një mundësi për të diversifikuar, për të dhënë mesazhe. Për ta bërë lojën sa më diverse, sepse kur ne jemi divers, gjërat dhe ekuilibri që tenton të jetë sa më në qendër. Kur janë shumë divers, kur është një palë, një anë loja, ekuilibri shkon gjithmonë nga ana. Nëse sa më shumë palë ti je në lojë, ekuilibri tenton të qëndrojë aty në mes, sepse është urrëtia respektive për njëri tjetrin që tenton ta mbajë gjendjen e ekuilibrit. Më kupton? Këtë nuk e bëjmë ne. Dhe kjo është e para që duhet bërë. Pra ne do të dalim nga kjo mendësia që shiko, ky është i fortë, duhet të shkosh pas të fortë, jo, ti duhet të shkosh pas interesit tënd. Ti duhet të shkosh pas asaj që ti e shikon të mirë për veten tënde. Jo të mirë për sot. Të mirë për më shumë për të mirë më të madhe, sepse çka ka ndodhur është që ne deri më sot kemi këmbyer atë që na duhet sot me atë që na duhet më shumë. Lëm atë që na duhet më shumë për atë që na duhet sot. Dhe ky është problemi që kemi pasur për vite me radhë. Ajo që na duhet sot, ai 50.000 lekë, ku do të thesi miellit, një gjë që më sill një hall të vogël sot, pra kjo puna sot. Dhe për kam lënë atë që më duhet më shumë, që është e ardhmja, fëmijët, vendi, kjo është një gjë që më duhet më shumë, pra atë që më duhet sot, e ky është problemi që kem pas. Nëse do ishe kryeminist Pano, më thuaj 3 gjëra që do zgjidhje të parat në ekonomi. Ekonomi, shiko, ne i kemi ekonominë në fazën infantile. Dhe në fazën infantile ekonomia do ushqim.
si çdo fëmijë tjetër, i çdo specie tjetër, fëmijët duan ushqim. Ekonomia shqiptare është në fazë infantile dhe unë, madje edhe kur kemi bërë edhe debate publike, kam qenë te Blendi Fevziu atëherë dhe vura dhe i bazë dhe i thashë, shiko, Shqipëria ka nevojë për mëkim me para, ekonomia shqiptare ka nevojë për mëkim me para, aty po flisim për bujësinë, por edhe bujësia, edhe pjesë të tjera të ekonomisë ka nevojë për mëkim me para. Si taksa të ulta? Pra do ulje taksat. Nuk diskutohet. Sistemi thjesht i lehtë dhe i thjesht taksash. Pra e para bëhet të lehtë, do ishte edhe ti si taksë shesh. Taksa shesh nuk diskutohet. Si demokratët, bashkësh me demokratët. 10% që është parimisht i lehtë për të kuptuar. Sepse shumë e rëndësishme. Fiton 100 lek, paguan 10 lek. Bravo. Pra njerëzit ta kenë të qartë sistemin taksor. Njerëzit ta kenë të qartë kush është detyrimi. Pra, ta dija që unë po fitova 10 lek, një do jap shtetit. Kaq, nuk i duhet atij të futet në për llogaritje. Shikoni se si është sot, për shembull, unë nuk e kuptoj. Sinqerisht nuk e kuptoj. Pra më duhet të unë ta lexoj. Kur tha një herë kryeministri me një kolegen ton që bëri debatin sa sigurime paguan ti, ti mori lapsi dhe i the zoti kryeministër, ndoshta Marcela nuk e di, po unë e di. Po, jam dakord. Problemi është se kur ti të thot ai 23%, 13%, pastaj ke këtë, pastaj do të heqësh këtë, pastaj ke divën, pastaj ke më thot, është të mëshme. Mos zotri, fitove 10 lekë, fitoj si duash, i dash me qira, dash me, ku diun, shit, ardhura, fitove 10 lekë. 1 lekë ta kosh shtetit kaq mbaroi puna jote. Ik. Pra, taksa më të ulta, sistemi thjesht flet. E treta. E treta është gjëja më emergjente që ka nevojë ky vend është të zgjidhet problemi pronës. Kjo do kërkonte shumë kohë. Jo, absolutisht. Kjo kërkon vullnet. Se duhet kuptosh një gjë, çfarë do thotë vullnet? Duhet heqësh dorë nga evazioni 3 miliard dollar që ka ndodhur në çështjen e pronave në Shqipëri. Korrupsioni 3 miliard dollar. Dhe është vlerësuar nga Banka Botërore. Korrupsioni në çështjen e pronave ka kushtuar 3 miliard dollar. Janë 3 miliard dollar që janë shpërndarë për xhepat e këtyre. Mirë, se kanë hedhur konsum pa no. Pra, duhet dikush që e di që, shiko, sepse po e mbajnë këtë çështjen e pronës, edhe po shesin këtë idenë që shiko se është e vështirë, më thashë do zgjasë shumë. Është burim të ardhurash. Është burim të ardhurash. Kushdo që vjen, ti shikoni kush janë vendet më të lakmuara, drejtori hipoteke. Apo jo. Po. Edhe ky i fundit i PD-s që ushit, po çfarë ushit? Nuk ushit për drejtor dogane. Interesante është që ka qenë edhe dogana, dikur dogana ka rënë. Hipoteka është vetëm në rritje. Hipoteka ka 30 vjet që nuk. Pra, pse? Sepse vërtet, se ti zgjidh çështjen e pronës, këtu s'ka më nga këto miliardat e dollarëve. Dhe kjo do një vullnet, një klase politike që e merr përsipër, pra, do të thënë, thotë ai, shiko, unë s'do bëj lek, do zgjidh çështjen e pronës. Por kjo do zgjidhur se s'bën. Është I ka vdekur koha idealistëve? Jo, absolutisht jo. Po mundohen ta shesin kështu. Po beso, sepse është teoria e bëj pis të gjithë. E ke parasysh si në një tas ujë, po të hedhësh një pik boj, bëhet i gjithë tasi me boj. Më kupton, tashmë njerëzit nuk e kuptojnë se nga erdhi boja. Kujton se është i gjithë tasi me boj, më kupton. Dhe kjo është teoria që ata thonë, shiko, po jemi të gjithë një lloj, ja. Vetë e vështirë të luftosh sistemin, ti e ke provuar. Sa e vështirë. Shumë vështirë. Dhe kur ajo është besoj? 8 miliard dollar në vit. Dhe kur ajo është besoj? Sa i dekurajuar je? Po të pyes drejt për drejt atë. Jo, e drejtë është. Unë do isha dekurajuar për shembull. Po unë do isha dekurajuar, do isha okay. I mërzitur më tepër sepse jo se dolëm keq këto zgjedhje, me thënë vërtetën. Pavarësisht se koalicioni jonë mori vetëm një deputet. Populli na dha 6. Populli me vetën na dha 6 deputet, pra na dha 65.000 vota. Me 65.000 vota, do të kishim marrë 6 deputet. Populli na dha 6, sistemi na dha 1. Nuk diskutohet. Po në këtë sistem garuat, ju e njihni sistemin. Jam optimist për atë që na dha populli, sepse ajo ka thelb në fund, sistemet rregullohen dhe ky sistem do ndryshojë së shpejti. Në shtator do fillojë reforma e re. Pra dhe unë besoj shumë që në reformën e re të merret parasysh le të themi fakti që sistemi zgjedhor është mjet, nuk është qëllim, është mjeti që përkthehen në mënyrë sa më të ndershme peshën elektorale që një parti ka në popull me peshën legislative që do të marrin parlament. Pra, nëse unë kam 20% në popull, do të marr 20% në parlament. Ky është i vetmi mision që ka një ligj elektoral.
Ta përkthej sa më ndeshëm. Pra praktikisht po thuaj që je për proporcional kombëtar. Po, proporcionali kombëtar me listat hapura do të ishte shumë e mirë. Është vërtet dhe vetëm modeli që po na duhet. në këndvështrimin tonë vetëm po ndryshoj sistemi, po ndryshoj klasa politike, ndryshon ekonomia. Mund të jetë ky mandati që Rama ka thënë do bëjmë gjëra që si kemi bërë, apo gjëra që do i ndryshojmë, një mandat që edhe PS-ja mund të korrigjoj veten dhe të jetë i mirë për shqiptarët, apo s'ke shpresë? S'kam asnjë shpresë. Shiko, PS-ja ka dhënë çka ka pas për të dhënë të mira, i ka dhënë 8 vitet e para. Ti ke parasysh si fillon? Pushteti i një force politike ose një krau politik fillon gjithmonë 4 vitet e para janë më të mirat. 4 vitet e para janë gjithmonë më të mirat. Janë punë, sepse njerëzit duan, domethënë, ata vinë me hovin e opozitës, ata që janë pushtet, vinë me hovin e opozitës, kanë akoma teza idealiste në mendje, pra janë akoma pranë qytetarit e tjerë, sepse ka qenë pozita që i ka detyruar të rinë pranë qytetarit, por nga krau tjetër fillojnë edhe tashmë përballen dhe me realitetet e pushtetit. Dhe po të shikosh, Berisha për shembull 2005-2009 në pati të mirë. Rama të mirë 2013-2017 pas. Pavarësisht se aty ka bërë disa, po ka qenë për fajt opozitës, pra reforma territoriale për shembull, që po ishte për fajt opozitës, mund t'ia bësh fajin atij pse ja falen. Por Rama nuk ka çfarë jep më. Pra të gjitha këto janë thjesht makjazhe politike, këto shprehje që shikohen do bëjmë, do korrigjojmë veten, do përmirësohemi, do bëjmë këtë, do bëjmë atë tjetër. Nuk ka çfarë jep më. E ke menduar ndonjëherë që kur hipën në pushtet, apo kur merr pushtet, shkëput lidhjet me realitetin? E di pse them? E kam parë të paktën tek dy kryeministri aktual dhe ish-kryeministri. Ish-kryeministri u atemua se tha kemi rritjen ekonomike sa Gjermanisë, dyshifrore në kulmin e një krize ekonomike. Pastaj u moderua duke thënë kemi me presje, nuk e kemi dyshifrore, po kjo ishte gjë tjetër konceptisht e thënë. Rama nga ana tjetër që shpeshherë ka munguar pjesën e rritjes së çmimeve, largimit të rinjve, duke thënë lëvizje e lirë dhe jo eksod do ta quaja unë, por do të dikush tjetër për qenë korrekt politikisht korrekt do të thoshte emigracion, duket sikur jetojnë në realitete paralele që nuk ka lidhje me atë që jetojnë qytetarët shqiptar. Ta jep pushteti këtë gjë? Dhe ti që kandidon dhe që nesër mund të vish në pushtet, nuk ka rëndësi në zgjedhjet e tjera ose pas 2 zgjedhjeve se do vi një moment. Është nevoja. E ke menduar ndonjëherë që mund të shkëputesh? Dhe unë të të them Pano, kur ke dhënë një podcast apo tek emisionet e mia ke thënë ndryshe? Dhe dërgosh linkun direkt. Shumë interesante. Dhe Pano do thot blok, nuk të njoh. Është shumë interesante. Unë jam dakord me këtë, pavarësisht do të merr disa raste të tjera referenciale, sepse këto që thua ti në fakt janë taktika. Janë taktika publike për të ruajtur sa më shumë imazhin e pushtetit tënd. Pra ai fillon të gënjen, mashtron, më saktë. Bet qeshara gati, për një gjë që njerëzit e dallojnë, nuk është se... Të dy e kanë provuar këtë stat, pra të dy, edhe Berisha dhe Rama kanë qenë qesharak të pak nga një herë gjatë pushtetit të tyre, por këtë e bëjnë për shkak se pjesa më e madhe e qytetarëve nuk e kuptojnë thelbin asaj që pritet. Shiko, duhet të kuptosh një gjë, shoqëria është ndarë në pak njerëz ekspert për shumë gjëra. Pra, nga ekonomia marrin vesh 1% e popullsisë, 99% nuk marrin vesh. Nga mjekësia marrin vesh 1% e popullsisë, 99% nuk marrin vesh. Nga inxhinieria 1% marrin, 99% nuk marrin vesh. Pra, ne na takon gjithsesi të jemi te 1% në një deg. Tek të gjitha tjetër jemi tek 99% që se kuptojmë. Dhe Rama luan me ata njerëz që nuk i dinë gjërat, por që i marrin shabllon dhe prandaj Rama dhe Berisha. Prandaj janë e vetmja gjë që ata i kushtojnë rëndësi është mënyra se si e thua, gjuha e trupit. Pra s'ka rëndësi se çfarë thua, mënyra se si e thua ka rëndësi. Dhe ata i kushtojnë një gënjeshtër, e thon qartë, bindur, thjellët, me qëllim që kushdo që e dëgjon ta blej. Dhe kjo është metodë politike. Por jam dakord me atë që përmend ti që liderat shkëputen nga realiteti. Dhe kujdesen gjithë kjo enturazhi që ri pas tij dhe që përfiton që ai të shkëputet nga realiteti. Të gjithë ata që e rrethojnë një lider i ke vetëm lebe peqe. Sepse një lider bie në atë grackën e servilizmit, ku pranon që edhe në qoftë se nuk e do, në fund fare mbetet i rrethuar vetëm nga servil, të cilët për çdo gjë i thon po.
të cilit thonë po shumë mirë e the, po shumë mirë e ke bërë, po shumë mirë ka vajtë mendje. Dhe ai në këtë moment humbi kontaktin me realitetin. Më kupton? Dhe kjo është arsyeja pse liderat kur shkojnë aty lart janë komplet të distancuar nga realiteti dhe ai se kupton dhe thotë, "Ore, pse shqetësojnë këta njerëzit? Sepse ne mirë jemi." Ë? Apo jo? Po, shef, shumë mirë jemi. Nuk e di pse shqetësojnë njerëzit, më kupton? Pra, e humbasin edhe për shkak të atyre njerëzve që me të cilët rrethojnë veten. Të gjithë kanë në të kurth, nuk janë vetëm këta tanët, në gjithë botën në fund fare triumfojnë servilët, ata i rinë gjithmonë më afër. Po, ti the Athina u dogj për 5 vjet, unë do të thosha Parisi u dogj se u rrit mosha e pensionit për 3 muaj. Ne po diskutojmë një skem pensionesh ku do rritet mosha e pensionit, edhe askush nuk shqetësohet për këtë gjë, flasim për pensionin e 13. Po, ke edhe modelin tjetër që Trumpi hoqi gjithë ato që thonin jo dhe mori gjithë katani vetëm ato që thon po. Kjo varet që modeli më. Kemi modeli më të mirë tani me Trumpin. Besnik, vetëm besnik. Shiko, populli nga një krah është sjellja e popullit është tjetër gjë dhe sjellja e liderit është tjetër gjë. Pra vinë të dyja nga dy burime të ndryshme. Pra, domethënë burimi i sjelljes së liderit vjen nga njerëzit që rrethojnë, burimi i sjelljes së popullit vjen nga kultura e vet. Ne kemi qenë një popull i cili nuk ka një histori të mirë me reagimin, nuk e ka një histori dhe një herë që reaguam ne te overreacted, më kupton, në 97, për shembull, nuk ditëm ndalonim aty. Jo, ne dogjëm gjithë, më kupton, u vram me njëri tjetrin, 3000 veta, u vram me njëri tjetrin. Pra do thotë që i mungon kultura e reagimit. Natyrisht mungon kultura e demokracisë, sepse po themi në Greqi, po Greqia ka qenë në 1940 pas luftës që rendet në ujërat e demokracisë. Ne kalojmë 50 vjet komunizëm. Ani, një pyetje të fundit kam. Si do jetë ky vit për qytetarët? Si do jetë për ty, domethënë, si konsumator, si individ, si është? Kanë përfunduar zgjedhjet, shtator kemi qeverinë e re. Konflikti u qetësua. Jo, nuk besoj se do ketë oscilacion fort në asnjë vend. Natyrisht do vi duke u thelluar kriza e çmimit të apartamenteve. Pavarësisht se ka rezistencë nga krahu ofertës, unë shoh që ka një deficiencë shumë të madhe. Ka kërkesë për blerë. Jo, problemi vjen se gjitha këto masat e prerogative që po merren nga Banka e Shqipërisë. Kufizimin e dhënies së kredive. Dhënies së kredive, unë e shoh si një sinjal paralajmërues që në të ardhmen e afërt ne do të kemi edhe masa të tjera më të shtuara. Dhe kjo vjen për faktit që do filloj të rregullohet tregu i real estate-it. Do thotë që do bëhet më vështirë të blesh shtëpi. Me para jo të pastër. Me çantë, no more çanta. No more çanta. Sepse ajo pastaj do filloj të rregulloj komplet tregun. Ergis, pyetje ti? Jo, besoj se mbuluam gjitha. Pano, ishte kënaqësi që të kishim në Money Hour. Faleminderit juve, shumë kënaqësi. Mirupafshim, shihemi episodin e radhës.